Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në episodin ton të tretë të podcastit Shine. Unë jam Alex, moderatorja juaj dhe sot do të flasim për diçka me të vërtetë të rëndësishme, për qafimin e diversitetit social dhe kulturor. Ky episod është gjithashtu pjesë e një projekti tim shkollor mbi Bashkimin Evropian dhe mënyrën se si politikat e tij ndikojnë tek ne të rinjt. Ne kemi mësuar për punën e BE-s në fushën e të drejtave të njerëzit, përfshirjes dhe mundësive për të rinj. Dhe sot kam fatin të kem këtu dikë që mund të ndajë një përvojë reale me ne. Sot më shoqëron Genta, një aktiviste e të rinjve, e cila së fundmi mori pjesë në një projekt të European Solidarity Corps, ESC, një nga nismat e BE-s për të mbështetur të rinjt në sjelljen e ndryshimeve pozitive. Genta, faleminderit që je me ne. Faleminderit Alex, është kënaqësi të jam këtu, edhe mos u shqetëso, fjalorin tim plot me zhargon evropian e kam në shpik, kështu që do ta mbaj bisedën super të thjeshtë. Perfekte. Genta, le ta nisim nga bazat. Çfarë është saktësisht European Solidarity Corps dhe çfarë përfshin pjesëmarrja në të? Tani mendoja ESC-n si një lloj kampi veror për të rinjt, vetëm se në vend të zjarreve të kampit merr pjesë në aktivitete ndërkulturore dhe punë në grup. Në fakt ESC-ja është një nismë BE-s që mundson të rinjve nga vendet anëtare dhe vendet partnere të jenë vullnetarë ose të punojnë jashtë vendit në projekte që varojnë nga evente për shembull kulturore, arsimore, dhe deri te përfshirja sociale dhe mbrojtja e mjedisit në fakt. Në fakt, ESC-ja vetë kanë bazat e saj, pra synon që të zbatoj vlerat themelore të BE-s, siç është për shembull solidariteti, barazia, mosdiskriminimi, por këto janë disa vlera që gjendet në Kartën e Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian. Pra, nuk është ka të bëj vetëm me udhëtimin apo mbledhjen e vulave në pasaport, është që ti të mësosh aftësi të reja, të arrish të kesh të ndërtosh mirë kuptimin ndërkulturor dhe të jesh një qytetar sa më aktiv. Unë për shembull kam qenë vullnetare për 6 muaj në një qytet të vogël të Spanjës, në jug të Spanjës, edhe kam punuar me të rinj vendas ku kemi organizuar aktivitete kulturore dhe workshope për të praktikuar gjuhë të ndryshme. Edhe kishim një grup shumë të larmishëm me vende me njerëz nga e gjithë Europa, edhe me kultura dhe përjarje të ndryshme. Në fakt programi është i hapur jo vetëm për vendet e Bashkimit Evropian, por edhe për vendet partnere siç është Shqipëria, sepse Shqipëria mund të bëhet është pjesë e kësaj fal politikave të zgjerimit dhe bashkëpunimit në vende të fshinja të BE-s. Kjo është fantastike në fakt, por çfarë të motivoi të aplikosh për ESC-n? Tani për mua në fakt ishte dëshira që doja të bëja një ndryshim real edhe të mësoja jashtë kontekstit arsimor. ESC-ja vetë lidhet ngushtë me strategjinë rinore të BE-s, e cila promovon përfshirjen, pjesëmarrjen, solidaritetin ndërmjet të rinjve. Edhe unë doja të përjetoja këto vlera nga afër dhe të shija si funksionojnë këto gjëra në praktik. Po, si e more vesh për programin dhe a ishte lehtë të aplikoje nga vendi yt? Unë mësova për ESC-n me anë fal një OIF lokale në fakt, edhe që janë mbështetur nga programi Erasmus i BE-s, dhe procesi i aplikimit ishte mjaft i thjeshtë sepse BE-ja ka bërë goxha përpjekje që vendet partnere të jenë pjesë e bashkëpunimit nga politika me vendet fshinja. Kjo tingëllon fantastike, por unë kam dëgjuar edhe kritika, si për shembull që këto programe shpesh përfitojnë më shumë nga ata që kanë mundësi, ndërsa të tjerët ndihen të lënë jashtë. A e ke vënë re ti këtë? Po, edhe është një çështje shumë reale, sepse çështja mund të jetë e pabarabartë, për shembull nga të rinj që janë nga zona rurale, kanë vështirësi të vështirë, janë nga kushte të vështira ekonomike, ose janë nga qytete të vogla, sepse mund të gjenden me pengesa gjyqësore, nuk kanë mungesë informacione, po edhe sfida praktike, sepse mund të kenë vështirësi të blerjen e një bilete. Për shembull, një vullnetare që takova nga një fshat i vogël e pati shumë të vështirë në fillim të integrohej me të tjerë, sepse për të transporti publik ishte ndërlikuar dhe mbështetja nga organizata prisë nuk ishte pa qëndrueshëm në fakt. Edhe ajo ndjehej izoluar, e përjashtuar nga diskutimet e ekipit. Po, në fund projektit, u përmirësua disi, po ishte një proces i vështirë edhe disa sfida për shembull bëhen pas zgjidhje. Po që gjithsesi unë përpiqem të shoh në pozitive dhe tregon se si politikat si garancia rinore e BE-s dhe masat për fshirjet për të Erasmus Plus janë thelbësore, po duhet të zbatohen më mirë edhe në nivel lokal në fakt. Wow,
Pra, jo çdo gjë është e përsosur. Kjo nxjerr në pa boshllëqet sistematike. Si ndihmon kjo përvojë në ndërtimin e mirëkuptimit ndërkulturor? Tani të jetosh edhe të punosh me njerëz nga gjithë Evropa të ekspozon ndaj mënyrave të ndryshme të menduarit ose zakoneve të tyre kulturore dhe normave ndryshme shoqërore, për shembull. Edhe ti mëson të komunikosh, edhe të menaxhosh konflikte dhe të respektosh dallimet, se mbase ne nuk kemi mësuar të kemi kaq diversitet në jetën tonë përditshme. Edhe ndonjëherë kjo është edhe vështirë për t'u bërë. Për shembull, kishim një rast që po planifikonim një festival kulturor dhe ekipi ynë që kishte 6 vullnetar kishte ide shumë të ndryshme. Për shembull, njëri donte të bënte performanca tradicionale nga çdo vend, një tjetër donte punëtori interaktive. Edhe secili filloi të ngrilte zërin edhe një moment u duk sikur nuk e di, do plaste ndonjë gjë. Po që fal trajnimit tonë qetësuam dhe hapëm një diskutim ku secili shpjegoi idetë e veta. Edhe në fund, arritëm të krijonim një aktivitet që përfshinte performanca tradicionale me punëtoritë për të rinj vendas. Madje edhe një vullnetar që ishte super i turpshëm, që mezi fliste në fillim, foli më shumë se të gjithë. Ishte një mësim i vërtet për shembull për durimin, kompromisin edhe si të dëgjojmë njëri tjetrin. Kjo në fakt tingëllon si një përvojë vërtet intensive, por edhe shumë shpërblyese. Dhe po m'pëlqen se si sfidat dhe kjo mundësi u shndrua si mësim. Pikërisht, sepse përfshirja nuk është vetëm një objektiv, se normalisht ne duam të përfshim këdo, po është edhe një proces normalisht. Edhe kërkon që ti të jesh i durueshëm, të kesh empati, edhe tani edhe duhet të qeshi me veten, se nuk mund të arrijmë gjërat kaq kollaj gjithsesi. Shumë e vërtet në fakt. A mendon se këto përvoja mund të ndikojnë në komunitetet vendase kur ju ktheheni? Po, absolutisht, po kjo varet dhe nga ndjekja pres programit. Rrita personale është një gjë, po transferimi i njohurive në komunitet kërkon një çik përpjekje. Disa të rinj kthehen dhe krijojnë workshope, evente kulturore ose projekte për shembull që përpiqen të përfshin të gjithë në shkolla apo qendra rinore. Kurse të tjerë për shembull mund të kenë dhe vështirësi, sepse hasin vështirësi nga strukturat lokale apo ndërgjegjësimi publik. Dhe nuk janë gati këto struktura, domethënë nuk janë gati për t'i mbështetur. Pra, ka një ekuilibër. Programet e BE-s ofrojnë mjetet, por angazhimi lokal është i nevojshëm për t'i kthyer ato në ndryshime të qëndrueshme. Kuptoj. Nga këmbvështrimi yt, cilat vlera të BE-s ishin më të dukshme gjatë kohës tënde në program? Tani, ESC-ja thekson normalisht solidaritetin, quhet European Solidarity Corps. Ka barazin, mos diskriminimin, demokracin, pjesëmarrjen dhe respektin për diversitetin. Tani këto vlera nuk është janë vetëm fjalë, ato janë pjesë e Kartës së Drejtave Themelore të BE-s dhe strategjisë rinore të BE-s. Por zbatimi i tyre është një çik kompleks, sepse gjatë takimeve mund të ngrihen zëra, disa pjesëmarrës mund të ndjehen të përjashtuar, edhe pabarazi strukturore mbeten. Në mënyrë që ne të zbatojmë realisht, pra të jenë funksionale, kjo kërkon një reflektim të vazhdueshëm, lehtësim aktiv, edhe ndonjëherë të ketë edhe ndërhyrje nga ekspert apo mentor. Duke folur për sfida, disa thonë se programet e mobilitetit nxisin largimin e trurit. Ne largohemi, shohim mundësi më të mira diku tjetër dhe nuk duam të kthehemi. Nuk e ndjeve ti këtë tundim? Sinqerisht po, sepse e parë atëherë se mund të jetë jashtë vendit, por nuk e parë si një largim truri, se për mua personalisht ishte që të fitoja sa më shumë aftësi dhe perspektiva të reja që mund të përsërisja në shtëpi, pra në vendin tonë, edhe pastaj edhe nëse disa qëndronin jashtë vendit, nuk është se shikoj këtë shumë problematike, sepse mendoj që gjithsesi ato mund të krijojnë lidhje që komunitetet këtu të përfitojnë, për shembull nëpërmjet partneriteteve, projekte, po edhe ndarjes njohurive. Pastaj doja të thoja që programet si ECC janë vetëm një pjesë e një puzzle shumë të madh, sepse nuk është se ato mund të zgjidhin në pabarazi strukturore më vete, ama mund të fuqizojnë individët të veprojnë në mënyrë lokale, të kenë marrëdhënie ndërkombëtarisht dhe të avokojnë për ndryshime, se në fund kjo është qëllimi. Edhe gjithsesi mund të tregojnë se BE-ja nuk është se është vetëm politika dhe financime, po që është një rrjet njerëzish që përpiqen për gjithëpërfshirje dhe solidaritet. Po që në të njëjtën kohë është kryesisht në rregull të sfidojnë sistemin dhe të kërkojnë përmirësime. Sepse çastja, transparenca, mbështetja pas përfundimit projekteve janë fusha ku BE-ja në fakt mund të përmirësohet dhe kërkon përmirësim.
Pra, pjesëmarrja është e vlefshme, por dhe reflektimi dhe kritikat janë thelbësore. Saktësisht, përqafimi i diversitetit social dhe kulturor nuk do të thotë vetëm që ne të themi të vlerësojmë dhe të festojmë dallime ndërmjet njëri tjetrit, pra ti paranojmë këto dallime, por edhe të bëhemi mjaftuar, edhe të kemi ose të ndërgjegjësohemi mjaftueshëm se si të kuptojmë pengesat, të vëmë në pikë pyetje supozime dhe të krijojmë praktika përfshirëse që me vërtet funksionojnë. Së fundmi, çfarë këshille do t'u jepje të rinjve që po mendojnë të bashkohen me një program si ESC? Patjetër që i ftoj të bashkohen, por të kenë një mendje kritike, që do të thotë që të bëhen gati të mësojnë, që të përballen me sfida dhe të reflektojnë jo vetëm mbi suksesin që mund të arrijnë, por edhe mbi dështimet, edhe të mendojnë për te vete se si gjërat që mund t'i frymëzojnë atje, si mund t'i sjellin në komunitetin e tyre. Edhe si mund t'i bëhet diversiteti një forcë reale, pra forcë reale e ndryshimit, dhe jo vetëm një hashtag i bukur në Instagram. Edhe që të mos harrojnë që këtë program ka rrënë vlerat e politikat e BE-s, po funksionojë më së miri kur kombinohen me angazhim lokal dhe reflektim personal. Faleminderit Genta. Idetë tua tregojnë se si mundësi që ofron BE-ja ndikojnë në jetën e të rinjve, ndërkohë na kujtojnë se ndërtimi i komuniteteve përfshirëse kërkon përpjekje dhe reflektim. Faleminderit Alex. Shpresoj që më shumë të rinj të ndihen të inkurajuar të marrin pjesë dhe të angazhohen qëllimisht. Për dëgjuesit tanë, nëse dëshironi të mësoni më shumë për European Solidarity Corps apo nisma të tjera rinore të BE-s, shikoni ligjet në përshkrimin e episodit. Qëndroni kurioztar, fleksibël dhe të sjellshëm. Deri herën tjetër.